Kombëtarja shqiptare e futbollit luan të shtunën në orën 20:45 kundër Serbisë në arenën kombëtare të Tiranës, sfidë kjo e vlefshme për grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Për përballjen kundër serbëve që për disa më shumë se një ndeshje futbolli, kërkesat për biletat kanë kapërcyer numrin e 200.000, por çmimet në tregun e zi apo në faqet online që përdoren nga mbajtësit për rishitje, çmimet janë vërtet të kripura. Nëse bëjmë një kontroll të thjeshtë në viagogo.com, do të shohim se një numër i madh biletash ka dalë në shitje në këtë platformë nga ata që me gjas kanë siguruar një të tillë, pasi nëse biletat nuk janë të sakta, platforma mbron blerësit. Për të i faktit që biletat janë të afishuara për rishitje, bie edhe argumenti i FSHF-s për biletat e personalizuara dhe secila me emër. Në sektor të ndryshëm të stadiumit, duke nisur nga pasporte deri te tribuna në VIP, biletat variojnë nga 110 deri në 1.500 euro. Në sektorin U104 të tribunës VIP të arenës kombëtare, ende janë në shitje 2 bileta me çmim 1.500 euro për secilën. Ndryshe nga herët e tjera, FSHF për ndeshjen kundër Serbisë si fillim hapi procesin e aplikimit për bileta dhe më pas do të kishte një përzgjedhje rastësore automatike. Kjo mënyrë duket se ka sjell kaos për biletat dhe federata e ka shtyrë me 2 ditë procesin e shortit elektronik, të cilat mbyllen sot më 4 qershor. Kujtojmë se organi i futbollit konfirmoi se për sfidën kundër Serbisë, e cila luhet më 7 qershor në arenën kombëtare, ishin më shumë se 200.000 kërkesa për bileta, ndërsa stadiumi ka 22.000 ulëse në total.